Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngëtarja Parashevi Simaku ka reaguar publikisht në lidhje me përfoljen e emrit të saj në mediat në Shqipëri. Reagimi: prej 10 muajsh emri im është përdorur si tabel qitjeje nga njerëz që përpiqen të tërheqin vëmendje përmes shpifjeve dhe të pavërtetave. Asnjëherë nuk e kam menduar se do të më duhej të reagoja për gjëra kaq të ulta që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, por në fakt kjo nuk është hera e parë që ndodh. Edhe në vitin 1985-1988 flitej për mua për çmimet që kisha fituar me shumë punë, për kushtim dhe sakrifica, por shumë nga ata flisnin me mllef dhe zili. Edhe atëherë si sot zgjodha të mos ndalem. Sot dua t'ju them vetëm kaq: mua nuk më bëni dot asgjë. Publiku im më njeh prej vitesh dhe di shumë mirë kush jam, çfarë kam dhënë dhe çfarë përfaqësoj. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jini të sigurt në atë moment e ulni vetëm veten. Unë vazhdoj rrugën time me dinjitet dhe të vërtetën në krah. Kjo është forca ime. Parashevi Simaku. Reagimi vjen pas deklaratës së Shqipe Hysenaj që akuzoi Simakun që u kishte marrë burrat grave të tjera, një akuzë me të vërtetë e fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.